Dikur në këto tunele dëgjoheshin zhurmat e avionëve, shërbenin për strehimin e tyre dhe helikopterëve. Pas vitit 2004, gjithçka ndryshoi në zonë. Avionet dhe helikopterët u larguan. Tunelet u lanë në mëshirë të fatit, ndërsa sot shërbejnë si vend strehim për familjet në nevojë. Në pamundësi të një strehe, në këto tunele jetojnë 2 familje në kushte shumë të vështira. Banorët të zonës tregojnë si kanë funksionuar dikur dhe për çfarë shërbejnë sot. Në intervistat e tyre për Blu Televizion, shprehin shqetësimin se tunelet janë kthyer edhe në vend të grumbullimit të mbetjeve dhe thuajse asnjëherë nuk pastrohen, ndërsa theksojnë edhe faktin se familjet që jetojnë brenda tyre duhen ndihmuar. Këto kanë qenë garazh të avionëve. Pile kur ka marrë këtu që bëra shtëpi, ishin këtu avionët. Mbas 5-6 vjetë, pastaj tërhoqën, u mbyll shkolla këtu. Unë ka marrë në vitin 2004 këtu. Ishin akoma avionët? Këto kanë ardhur shkolla kjo aviacion është hapur shpejt në Vlorë. Tani janë për gjiton të mikje. Thonë që do bëhet diçka, thonë do vi zjarr fikcja, ca llafe kështu. Sa ku kanë që jetojnë ata aty? Ja 2 vjet. Tu shqetësimi i madh është. Edhe këto pistoj që lidhen. Më përpara këto kanë qenë për helikopterët. Edhe kanë ngelu kështu aty. Njerëzit i kanë përdorur, këta kanë ardhur janë strehuar aty. Nga janë nuk e di se nga janë, këto po i kanë parë që aty flën, aty rrin, aty hanë, aty pinë. I kanë kthyer në shtëpi banimi? Po pa tjetër i kanë vjen që se duket nuk kanë mundësi që të marrë shtëpi qerat, duket e kanë shfrytzuar këto. Sa kohë kanë? Po ma hamendje që duhet të kenë rreth një 3-4 vjet mos më. Këto janë pastruar në njerëz që apo çfarë? Jo, kush i pastroi? Kjo ka funksionuar shumë pastër, shumë në rregull. Tani njerëzit janë nevojë, janë strehuar për arsye të pamundësive, edhe tani është një diçka e vogël me fjalë një që edhe bashkia duhet vi t'i kontrollojë, duhet gjetur një zgjidhje edhe për këtë apo edhe për ju sepse jetojnë mes edhe për neve, edhe për neve, edhe për ta, se edhe gjithmonë që kalojmë këtu, ka shumë mbetje, ambiente shumë të rënda. Jo nga ana, po ja, mbeturinat aty janë. Bashkia nuk vjen. Mbeturina ka atje poshtë. Bashkia nuk vjen. Edhe për ta personat që jetojnë në tunelet është normalisht edhe kushte të vështira, po edhe për ju se shumë kushte të vështira kanë, bile na takon e neve t'i ndihmojmë në çik. Tunelet e shkollës së aviacionit në Vlorë dikur si vende strehimi për avionët e helikopterët sot janë kthyer në banesa për familjet në vështirësi ekonomike, por njëkohësisht aty ku nuk ka banor, problematika mbetet hedhja dhe mospastrimi i mbetjeve të ndryshme.